Viti i 5 i tetorit roz në Brooklyn, gratë shqiptare bashkohen për shëndetin, forcën dhe shpresën. Organizata Albanian Women's in USA shënoi me sukses vitin e 5 aktivitetit të saj të përvitshëm në kuadër të muajit ndërkombëtar të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, tetorit roz. Ky event u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë frymëzuese me zemër të Brooklynit, ku 10 gra shqiptare nga Brooklyni, Queens, Bronx dhe Connecticut u bashkuan për një qëllim të përbashkët: shëndetin, mbështetjen dhe fuqësimin e grave. Në shenjë vlerësimi për punën e palodhur të organizatës, senatorja e shtetit New Yorkut Steve Chan dhe zonja Svetlana Zelinskaja, zëvendës kryetare e Partisë Republikane për Brooklynin dhe lider të zonës 46, nderuan Albanian Women's in USA me një çmim mirënjohje për kontributin e vazhdueshëm në komunitetin shqiptar dhe fuqësimin e rolit të grave në SBA. Një ditë e mbushur me dashuri, solidaritet dhe shpresë, ngjyra roz, simboli i shpresës dhe i forcës, dominoi në çdo detaj të eventit, nga dekorimet me elegancë të tyre me ushqime të përgatitura nga zonat pjesëmarrëse. Eventi u hap me fjalime frymëzuese nga doktoresha Ada Bio, psikologja Fabiola, të cilët folën për rëndësinë e zbulimit të hershëm dhe kujdesit ndaj shëndetit mendor dhe fizik, dhe ndikimin tek mbështetja komunitare që kanë në procesin e shërimit të kancerit të gjirit. Zbulimi i hershëm shpëton jetë, kujdesi për veten është përgjegjësi dhe dashuri ndaj familjes, theksoi doktoresha Bio, ndërsa psikologja Fabiola shtoi se shërimi fillon nga pranimi, dashuria dhe solidariteti mes nesh. Senatori Chan përgëzoi organizatën për rolin e saj të rëndësishëm. Albanian Women's in USA është shembull frymëzues i leadershipit dhe solidaritetit femëror. Ato po ndërtojnë ura të forta bashkëpunimi me komunitetin tonë, ndërsa zonja Svetlana Zelinskaja theksoi se është e rëndësishme të njihet puna e grave shqiptare që jo vetëm kujdesen për familjet, por dhe kontribuojnë në forcimin e komunitetit tonë të përbashkët.